Qeveria I vazhdoi edhe 2 javë masat ekonomike. Komisioni rregullator të hënën pritet ta ulë çmimin e dizelit për 6.5 denar. Presidenti I Komisionit Evropian me mesazh para turit ballkanik, është koha për rezultate, thot ai. Shoferi që goditi për vdekje 19 vjeçarin ka qenë I droguar. Gjykata I caktoi atij 30 ditë para burgim. Skandal me produktet e qumshtit. Marketet mashtrojnë konsumatorët, djathi me 20% yndyr kishte vetëm 1%. Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se takohemi në lajmet e orës 15:55. Sipas matematikës së qeverisë, Komisioni Rregullator I Energjetikës nesër më 1 qershor do ta ulë për 6.5 denar çmimin e dizelit, ndërsa çmimi I benzinave do të ulet për 1.5 denar. Qeveria vendosi që ta vazhdojë deri më 15 qershor masën ekonomike për uljen e akcizave për derivatet e naftës. Po ashtu qeveria është marrë vesh që Okta t'i ulë për 2 denar për litër çmimet e derivateve të naftës. Qeveria mori vendim për zgjatjen e masës për uljen e akcizave për derivatet e naftës deri më 15 qershor. Në komunikatën e qeverisë dërguar mediave pas seancës së mbajtur online, njoftuanësit së bashku dhe me diskutime që I kanë bërë me Oktan, presin që dizeli nga nesër të shitet për 6.5 denar më lirë, kurse benzina për 1.5 denar më lirë. Njëkohësisht, si rezultat I bisedimeve që qeveria zhvilloi me furnizuesin më të madh vendas të derivateve të naftës, kompanin Okta është siguruar një zbritje shtesë prej 2 denarësh për litër, e cila do të fillojë të zbatohet nga nesër e hëna 1 qershor. Me këto masa dhe sipas llogaritjeve tona, presim që çmimi I karburantit dizel të ulet me 6.5 denar, ndërsa çmimi I benzinës do të ulet me 1.5 denar për litër. Qeveria pret që ulja e çmimeve të karburanteve të kontribuojë në uljen e kostos së jetesës dhe të punës, si dhe në ruajtjen e stabilitetit të çmimeve përballë sfidave ekonomike globale. Vendimi I qeverisë pritet të merret parasysh në vendimin e Komisionit Rregullator të Energjetikës, I cili të hënën cakton çmimet e reja të derivateve. Këtë ulje të çmimeve kryeministri Hristian Mickoski e paralajmëroi të shtunën, kur nga gazetarët pyet se çfarë do të ndërmerrë qeveria pasi sot përfundon afati I masave ekonomike që e vendosi qeveria pas nisjes së konfliktit Izrael-SBA dhe Iran. Presidenti I Këshillit Evropian Antonio Costa do të nisë një turne në 6 vendet e Ballkanit Perëndimor para samitit të BE-s Ballkani Perëndimor që mbahet më 5 qershor në Tivat. Në mesazhin e publikuar sot, Costa theksoi se vizita synon të përcjellë një sinjal të qartë se Bashkimi Evropian mbetet I përkushtuar ndaj rajonit dhe se procesi I zgjerimit vazhdon të jetë një mundësi konkrete. Ai nënvizoi se tani është momenti që vendet e Ballkanit Perëndimor të përshpejtojnë reforma dhe të tregojnë rezultate në rrugën drejt integrimit evropian. Presidenti I Këshillit Evropian Antonio Costa do të zhvillojë një tur diplomatik në 6 vendet e Ballkanit Perëndimor në prag të samitit BE Ballkani Perëndimor. Këtë të diel ai shkrua në një postim në rrjetin social X se vizita e tij po bëhet me qëllim për të dërguar një sinjal të qartë për vendet e Ballkanit Perëndimor. Këtë javë do të vizitoj 6 partnerët tanë të Ballkanit Perëndimor. Vizita ime në rajon dërgon një sinjal të qartë. Angazhimi ynë ndaj Ballkanit Perëndimor është real, dhe kështu është edhe mundësia e zgjerimit. Momenti është aty. Tani është koha për të dhënë rezultate. Kujtojmë se samiti BE Ballkani Perëndimor do të mbahet më 5 qershor në Tivat dhe përfaqëson një moment historik, pasi organizohet për herë të parë në Malë të Zi, I konsideruar së bashku me Shqipërinë si shtete e pararojë të procesit të zgjerimit. Programi përfshin 2 seanca kryesore, një takim plenar dhe një drek pune. Takimi plenar do t'i kushtohet progresit në afrimin dhe integrimin e Ballkanit Perëndimor në BE dhe agjendën e rritjes, duke forcuar njëkohësisht stabilitetin rajonal, lidhshmërinë dhe qëndrueshmërinë. Dreka e punës do të përqendrohet në politikën e zgjerimit, sfidat dhe mundësitë kryesore, si dhe në përafrimin me politika dhe standardet europiane, duke konfirmuar se zgjerimi mbetet një nga çështjet kryesore strategjike të Bashkimit Evropian.
LSDM ka akuzuar kryeministrin Kristian Mickovskin se ka ardhur në pushtet me gënjeshtra dhe se vazhdon të gënjejë qytetarët. LSD-ra i rikujton kryeministrit se sot përfundon afati që e ka vënë vetë për përmbushjen e 10 pikave të agjendës së reformave. Por VMRO vazhdon të këmbgulë se Maqedonia nuk do të zbatojë ndryshime kushtetuese pa garancitë e BE-s. Sot përfundon afati që vetë Kristian Mickovski vendosi para qytetarëve për të përmbushur të 10 pikat e agjendës së reformave deri më 1 qershor. Kështu reagojnë nga partia opozitare maqedonase LSDM. Partia e Venko Filipqes edhe një herë bëri thirrje për referendum. Ai erdhi në pushtet me gënjeshtra, ai premtoi të kthente emrin, të shfuqizonte marrëveshjen e Prespës, të ofronte kushte më të mira negociuese, investime të huaja më të mëdha dhe një standard më të mirë jetese. Mbi të gjitha, ai gënjeu se gjuha, kultura dhe identiteti kombëtar Maqedonas ishin nën kërcënim. Zëdhënësi VMRO-s Valentin Manasievski përsëriti qëndrimin e partisë se Maqedonia nuk do të zbatojë ndryshime kushtetuese pa garancitë e BE-s, ndërsa i bëri thirrje Venko Filipqes që t'i përcjellë siç u shpreh ai, presidentit e tij bullgar se presin dorëzimin e vendimeve nga Strasburgu. Македонија и граѓаните немаат право повторно да бидат излажани. Нема повторно да се прават отстапки без гаранции, без заштита на националните интереси и без сигурност дека тие отстапки навистина ќе значат напредок во евроинтегративниот процес. Ai shtoi se Maqedonia për shkak të naivitetit dhe politikave të gabuara të siç shpreh ai LSD-s, të udhëhequr nga Zoran Zaevi dhe Venko Filipqe, pagoi çmim të lartë duke ndryshuar emrin kushtetues të vendit. Edhe kryetari i partisë së tyre dhe njëherët kryeministër i vendit Kristian Mickovski së fundmi ka deklaruar se nuk e ka ndërmend televizin as 1 milimetër nga qëndrimi i tyre, për detyrime që duhet të zbatohen në mënyrë që të vazhdohet rruga eurointegruese e vendit. Kryetari i LSDM-s Venko Filipqe propozoi referendum për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Gjykata penale e Shkupit ka caktuar masën e paraburgimit prej 30 ditësh shoferit të veturës Audi, i cili shkaktoi aksidentin e rënd në bulevardin Nikola Karev, ku humbi jetën një 19 vjeçar me motociklet. Prokuroria publike sqaroi se shoferi i Audis në momentin e aksidentit ka qenë në ndikimin e substancave narkotike. Hetimet paraprake tregojnë se ai ka tentuar të kthehet majtas në një kryqëzim duke kaluar në vit të dyfish të plot, veprim me të cilin ka rrezikuar seriozisht sigurinë në komunikacion dhe jetën e pjesëmarrësve të tjerë në trafik. Prokuroria njoftoi se ndaj tij është hapur procedurë hetimore për veprën penale, vepra të rënda kundër sigurisë së njerëzve dhe pasurisë në komunikacion. Gjatë vitit 2025 është qënuar rritje e përdorimit të masave të posaçme hetimore si përgjime telefonike, ndjekje dhe incizimet e fshehta. Sipas raportit të prokurorisë, këto masa janë përdorur në 44 raste të reja dhe janë vazhduar në 4 raste të mëparshme, që paraqet mbi 25% rritje krahasuar me vitin 2024. Masat janë zbatuar ndaj 365 personave në 56 lëndë penale, kryesisht për hetimin e vrasjeve, trafikut të drogës, pastrimit të parave, korrupsionit, terrorizmit dhe trafikimit të njerëzve. Përdorimi i masave të posaçme hetimore si përgjime telefonike, ndjekja e personave dhe incizimit e fshehta është rritur ndjeshëm gjatë vitit 2025. Sipas raportit më të ri të kryeprokurorit Nenad Saveski, prokurorët publik kanë udhëzuar zbatimin e këtyre masave në 44 raste të reja hetimore, ndërsa ato janë vazhduar edhe në 4 raste të nisura gjatë vitit paraprak. Raporti tregon se bëhet fjalë për një rritje prej më shumë se 25% krahasuar me vitin 2024, kur masa të tilla janë përdorur në 35 raste. Megjithatë, numri mbetet më i ulët se në vitin 2023, kur ishin regjistruar 87 raste. Në 44 raste të reja, në 2 prej tyre iniciues ka qenë vetë prokuroria për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit, ndërsa në rastet e tjera, propozimet janë dorëzuar nga Ministria e Punëve të Brendshme. Masat e posaçme hetimore janë zbatuar ndaj gjithsej 365 personave, përfshirë 3 persona me identitet të panjohur në kuadër të 56 lëndëve penale. Sipas raportit, në shumicën e rasteve janë arritur rezultatet e pritura, ndërsa suksesi i këtyre masave vlerësohet përmes hapjes së hetimeve, ngritjes së akt akuzave dhe sigurimit të vendimeve dënuese. Masa më e përdorur ka qenë ndjekja dhe incizimi i personave jashtë banesës, aplikuar në 33 raste ndaj 107 personave. Këto masa janë përdorur kryesisht
kryesisht për zbulimin e veprave si vrasjet, trafiku i drogës, pastrimi i parave, rishfeti, terrorizmi dhe trafikimi i njerëzve. Përgjimi i komunikimeve telefonike dhe elektronike është urdhëruar në 28 raste, duke përfshirë 140 persona. Në disa raste përgjimet kanë zgjatur deri në 8 muaj. Këto masa janë përdorur për hetimin e veprave penale si vrasje, trafik droge, pastrim parash, keq përdorim të detyrës zyrtare, kontraband migrantësh dhe trafikim njerëzor. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka konstatuar mos përputhje mes përbërjes reale dhe asaj të deklaruar në etiket tek 10 operator. Rasti më i rënd ka të bëjë me një djathë të grimcuar që deklarohej me 20% yndyrë qumshti, ndërsa analizat treguan se përmbante vetëm 1%. Po ashtu dhe një produkt tjetër u zbula përdorimi i vajit të palmës në vend të yndyrës së qumshtit. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka zbuluar paregullsi të shumta te një pjesë e produkteve të qumshtit që tregtohen në vend. Sipas gjetjeve të deritanishme, nga 45 mostra të qumshtit dhe produkteve të qumshtit të analizuara, te 10 operator është konstatuar mos përputhje mes përbërjes reale të produkteve dhe asaj që ishte deklaruar në etiket. Nga agjencia bëjnë të ditur se analizat kanë treguar se në disa raporte produktet përmbanin përqindje më të ulët të yndyrës së qumshtit, sesa ajo e deklaruar, gjë që bie ndesh me dispozitat e rregullores për cilësinë e produkteve bujqësore. Rasti më i rënd është evidentuar të një operator ushqimor ku analiza e një mostre nga 22 kg djath i konfiskuar tregoi se produkti ishte deklaruar me 20% yndyrë qumshti, ndërsa përmbante vetëm 1%. Për këtë shkelje, operatori është gjobitur me 3.500 euro në kundërvlerë me denar për shkak të mashtrimit të konsumatorëve. 8 operator të tjerë mes tyre prodhues dhe importues u janë shqiptuar gjoba prej 1.050 eurosh secilit, pasi të produktet e tyre janë konstatuar paregullsi të ngjashme. Ndërkohë, te një operator tjetër ushqimor është zbuluar se gjatë prodhimit të një produkti qumshti janë përdorur yndyra bimore, përkatësisht vaj palme. Për këtë shkelje është shqiptuar gjobë prej 1.300 eurosh në kundërvlerë me denar. Gjetjet janë pjesë e analizave të realizuara te 91 mostra të qumshtit, produkteve të qumshtit dhe produkteve të mishit të përpunuar, me qëllim verifikimin e përputhshmërisë së cilësisë reale të produkteve me deklarimet në etiket. AUV njofton se rezultatet për mostrat e qumshtit dhe produkteve të qumshtit tashmë janë përfunduar, ndërsa ende priten rezultatet e analizave për produktet e mishit të përpunuar. Specialist pediatri Harkan Mehmeti ka shpjeguar për televizionin Shenja mënyrën se si mund të mbrohen qytetarët nga alergjitë e shumta të kohës. Mehmeti sqaroi se alergji mund të jetë çdo gjë e panjohur për trupin e njeriut. Si shenja të para të cilat paraqiten tek alergjitë janë zjerja e hundëve, lotimi i syve apo kruarja e syve. Shenjat e para të alergjisë tek foshnjët shpesh shfaqen në mënyrë të papritur dhe ngatërohen lehtë me simptoma të zakonshme sezonale. Kohët e fundit, prania e alergjive po bëhet gjithnjë e më e dukshme, sidomos gjatë ndryshimeve të sineve dhe ekspozimit ndaj faktorëve të ndryshëm nga ambienti. Specialist pediatri Harkan Mehmeti theksoi se alergjit paraqesin reagim të organizmit ndaj një substance apo ndaj një agenti të huaj, i cili quhet alergjen. Mehmeti sqaroi se alergjen mund të jetë çdo gjë e panjohur për trupin e njeriut, ku sipas tij dallojmë alergji sezonale, të cilat paraqiten gjatë stinës së pranverës dhe vjeshtës, dhe se gjatë stinës së pranverës i kemi alergjit prej polenit dhe prerjes së barit apo diçka tjetër. Si shenjat para të cilët paraqiten tek alergjit janë rinitis apo zirja e hundëve, si dhe lotimi i syve apo kruarja e syve. Ato janë si shenjat para të alergjive, ku nuk do të thotë që vetëm këto janë si shenja të alergjisë, po kemi raste kur alergji kemi një reakcion më të vrullshëm, ku mund të ndodhë edhe deri te skuqja e lëkurës, si edhe ngushtimi i rrugëve të sipërme të frymarrjes, ku mund të vijë edhe deri në vështirësi në frymarrje. Këto janë raste kur vetëm se duhet më shpejt të reagohet, ku të mirë terapia e duhur për mos të dhënë pasoja më të rënda në jetë. Mehmeti bëri të ditur se janë testet alergjike të cilat bëhen pas moshës 2 vjeçare dhe nëse ka nevojë para moshës 2 vjeçare, atëherë bëhet nëpërmjet gjakut.
Alergjitë varësisht prej predispozicionit gjenetik, domethënë nëse prindit kanë pasur alergji njëri apo dy prindërit, zakonisht ajo vazhdohet edhe tek fëmia. Mirë, po kemi raste domethënë shumica e njerëzve vetëm se e dinë kur kanë pasur alergji, ajo vetëm vazhdon edhe tek fëmijët dhe simptomat janë të ngjashme, domethënë nuk ka simptoma të veçanta të cilët për mos të dalluar. Pediatri Mehmeti tha se kur të shfaqen simptomat e para të alergjisë, jepet antihisaminik, të cilat janë në formë të sirupeve apo ilaçeve, por sipas Mehmetit, kur ndodhin tek fëmijët janë disa lloje të sirupave, të cilat vetëm se gjatë kontrollit tek mjeku am, prindërit informohen për llojet e alergjive dhe se çfarë sirupe duhet të pranojnë. Ministri për Europën dhe punët e jashtme të Shqipërisë Ferit Hoxha u prit në një takim këtë të diele nga presidentja e Kosovës Albulena Haxhiu e më pas nga kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti. Pas takimit, ministri Hoxha zhvilloi një takim me ministrin e detyrë të punëve të jashtme të Kosovës Glau Konjufca. Konjufca u shpreh se takimet mes dy palëve janë vllazërore, të rregullta dhe të përhershme, duke nënvizuar se Kosova dhe Shqipëria ndajnë të njëjtat objektiva shtetërore dhe kombëtare. Ku shpreh Kosovën prek Shqipërinë, u shpreh Hoxha në konferencë për media pas takimit me homologun e tij Glau Konjufca. Ministri Hoxha vuri në dukje se Kosova është prioritet absolut i politikës së jashtme të Shqipërisë, ndërsa Konjufca kërkoi mbështetjen e Tiranës për përshpejtimin e antarësimit të Kosovës në NATO. Një pjesë e konsiderueshme e popullit shqiptar të Shqipërisë dhe të Kosovës vazhdon të jetojë jashtë atë vëut. Kosova dhe Shqipëria do të koordinohen më shumë në mbështetje të mërgatës shqiptare kudo nëpër botë. Ne jemi kombi gjuhës dhe kombi kulturës, prandaj mbështetja shtetërore për ruajtjen e identitetit është jetike për të ardhmen tonë kombëtare në dekadat që do të vinë. U zotuam po ashtu që bashkëpunimi ndërqeveritar do të intensifikohet në gjitha drejtimet dhe në gjithë sektorët. Ekonomitë tona po integrohen gjithnjë më shumë. Ato gjithnjë më tepër po bëhen si një ekonomi kombëtare. Me Kosovën e lirë dhe demokratike, Ballkani Perëndimor është sot më paqësor, më zhvilluar, më bashkëpunues, më i lidhur me Evropën dhe konsolidimi i pozitës në kombëtarët e Kosovës është në interes të një rajoni më të qëndrueshëm dhe më të integruar evropian. Shqipëria do të vazhdojë të jetë plotësisht e angazhuar në këtë drejtim. Integrimi evropian, siç e përmendë i dashur Glau, përbën ankorimin strategjik në një hapësirë vlerash, sigurie dhe stabiliteti. E përgëzova ministrin Konjufca për zhvillimet inkurajuese në kuadër të planit rritjes, për organizimin e ekipit negociator të Kosovës në Bashkimin Evropian dhe e sigurova përgatishmërinë tonë për ndihmë dhe për të ndarë çdo eksperiencë të Shqipërisë që është e vlefshme në këtë drejtim. Persona të maskuar kanë tërhequr zvarr dhe kanë dhunuar protestuesit, të cilët të shtunën dolën për të kundërshtuar ndërtimin e resortit gjigant turistik nga kompania Zvërnet South Adriatic Development, lidhur me investimin e dhëndrit të Donald Trump Kushner. Sipas dëshmive nga vendngjarja, rojet private të maskuar si mafioz kanë goditur fillimisht dhe me grushte protestuesit dhe më pas i kanë tërhequr zvarr. Personat e maskuar që kanë dhunuar protestuesit janë identifikuar si punonjës të kompanisë Major Security. Policia tha se ka arrestuar një person, ndërsa ka proceduar penalisht dy punonjës të tjerë të kompanisë Major Security. Policia po ashtu tha se ka nisur hetim disiplinor për të gjithë zinxhirin komandues të policisë së Vlorës, në lidhje me masat dhe menaxhimin e protestës së zhvilluar ditën e shtunë. Ndërkohë, një ditë më parë është pezulluar nga detyra dhe drejtori i policisë së Vlorës. Irani ka paralajmëruar se çdo anije ushtarake që përpiqet të ndërhyjë në menaxhimin e ngushticës së Hormuzit ose të prish trafikun detar, do të shënjestrohet nga forcat e armatosura të vendit, transmeton Anadolu. Shtabi tha se menaxhimi i kësaj rruge detare strategjike po kontrollohet me autoritet të plot nga forcat e armatosura të Republikës Islamike të Iranit. Ai shtoi se të gjitha anijet tregtare, anijet dhe tankerat e naftës duhet të kalojnë nëpër rrugë të përcaktuara dhe të marrin autorizim nga Marina e RGZ-s. Deklarata paralajmëroi se çdo shkelje e rregullave mund të rrezikojë seriozisht sigurinë e anijeve.
Ajo gjithashtu paralajmëroi anije ushtarake të huaja që të mos ndërhyjnë në menaxhimin e Iranit mbi ngushticën e Hormuzit, ose të mos pengojnë lundrimin në këtë rrugë ujore. Çdo përpjekje nga anijet ushtarake për të ndërhyrë në menaxhimin e ngushticës së Hormuzit ose për të prishur lundrimin do të shënjestrohet nga forcat e armatosura të Republikës Islamike të Iranit, thuhet në deklaratë. Ministri i Punëve të Jashtme të Francës Jean-Noël Barrot ka deklaruar se operacionet ushtarake të Izraelit në Liban janë jashtëzakonisht shqetësuese dhe ka bërë të ditur se Parisi ka kërkuar një mbledhje urgjente të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të trajtuar situatën. Asgjë nuk mund të justifikojë zgjatjen e operacioneve ushtarake në Liban dhe pushtimi gjithnjë e më të thellë të territorit libanez, tha Barrot, duke cilësuar situatën jashtëzakonisht shqetësuese. Ai shtoi se veprimet e Izraelit përbëjnë një gabim të madh. Komentet pasqyrojnë shqetësimin në rritje të Francës për përshkallëzimin e tensioneve rajonale, ndërsa Izraeli vazhdon aktivitetin ushtarak përtej kufirit të tij me Libanin. Shkues të nderuar, këtu është fundi lajmeve, ndërsa bashkë do të shihemi në edicionin qendror. Deri atëherë miru takofshim.